Pa diskutim, siç u thash më parë. Pra është një mesazh kjo, jo mesazh për PD-n, por mesazh për qytetarët që kjo është një luftë për jetë apo vdekje për këtë pushtet, sepse siç u thash më parë, i vetmi institucion i cili ka mundësi dhe ka sjellur shpresë për qytetarët shqiptar sot është pikërisht institucioni i protestës. Protesta është institucion më vete. Dhe duke qenë që ky pushtet ka kapur çdo institucion tjetër, po kërkon tani më ekzekutimin e të vetmit institucion që nuk ka arritur të blejë, që është kjo opozitë dhe që është kjo protestë. Kërkon ta ekzekutojë këtë protestë me anë të dhunës, të shtetit policor dhe të efektive të policisë, të cilët një pjesë e mirë po t'i bësh testin e drogës gjatë atyre protestave nuk e kalojnë dot. Të një policie e cila është gjërësisht dhe masivisht e inkriminuar në nivelet më të larta të saj, te kupola e saj, një policie e cila ka në kurrizë të saj ngjarje kriminale të frikshme, qoftë ato të akshit me pengmarrje, por mos harrojmë kur edhe Klodian Rashën, po si dhe shumë raste të tjera të cilat kanë tronditur opinionin publik ndër vite. Edi Rama arriti ta inkriminojë deri në palc policinë e shtetit në mënyrë që ta përdori kundër qytetarëve shqiptar, duke i urdhëruar ata shkopagoma për shqiptarët, ndërkohë për kriminalët japin Range Rovera, japin lehtësime, mbyllin syt para krimeve të tyre. Kjo polici është ajo e cila i është sulur qytetarëve shqiptar. Dhe nëse më lejon duhet të them që opozita deri sot është përgatitur për protesta, por do duhet që të fillojë opozita të përgatitet për përballje. Që në kupton? Që nërkupton në mënyrën më absolute të merren të gjitha masat për të mbrojtur qytetarët shqiptarë, sepse qartazi policia ka vendosur t'i dhunojë ato dhe qytetarët duhet kenë të mundësinë të vetë mbrohen nga dhuna e tyre dhe duhet marrë çdo masë e mundshme, ndaj opozita do duhet të përgatitet për të mbrojtur qytetarët shqiptarë që thret atje, duhet përgatitet për përballje. Protestat do të vazhdojnë, por pa diskutim që përballja do të jetë një nga masat themelore dhe kryesore që do duhet marrë opozita, sepse në të kundërt nuk është në të kundërt ne sepse nuk mundet që të lejojmë që policia të vazhdojë dhunimin barbar të qytetarëve shqiptar, qoftë me gaz, qoftë me ujë, qoftë me shkopat e gomës apo me arrestime boshe. Jo, ne duhet ta ndalojmë, ne do t'i dalim për zot qytetarëve shqiptar, ne do të dalim për zot protestuesve, herojve të cilët qëndrojnë në këtë betejë të jashtëzakonshme, emrat e cilëve nuk do të harrohen kurrë për këtë sistem, sepse në fund të fundit, çfarë do lloj përpëlitjesh të bëjë Edi Rama, çfarë do lloj aktesh të bëjë Edi Rama, koha e tij ka marrë fund. Kjo do dini për zot balliu, po as për ju s'po pyesin policët. E thën ndryshe, se ata nuk po korsen as deputetët. Dhe ne s'po pyesim për ata, as kemi kërkuar në i favor ndaj atyre, ne jemi me qytetarët atje, ata le të bëjmë punën, ne do të marrim masat tona, në fund do të fitojnë shqiptarët, kjo është e padiskutueshme. Çdo njeri tjetër që mbështet apo shpreson tek fitoria e një policie gjërësisht e inkriminuar, ai njeri është i përfshirë në krim, nuk ka diskutim. Ata të cilët nuk nxjerrin të vërtetën e një situatë të tillë dramatike, shiko, ju thash vetëm shifrat e varfërisë, jemi sot vendi me taksat më të larta në rajon, jemi vendi me çmimet më të larta, ndër më të lartat në Europë, jemi vendi që i kemi çmimet e apartamenteve njësoj si në Milano, ndërkohë që rrogat i kemi si në Kabul. Pra, ndërkohë që shërbimet gati nuk ekzistojnë, jemi i vetmi vend që paguajmë për shërbime që nuk marrim, jemi i vetmi vend ku nuk ka më siguri as nëpër lokale, as nëpër bare, dhe këto nuk i them unë, po i kanë thënë ambasadat e huaja, jemi i vetmi vend që sot jemi kandidat për Europë, po nuk respektohen të drejtat e njerëzit, jemi i vetmi vend që arrestohesh thjesht se flet kundër Edi Ramës, njësoj siç ndodh në çdo diktaturë tjetër, ne nuk do mund ta lejojmë kurrësi që kjo të vazhdojë kështu. Dhe çdo kush që e mbështet, qoftë kjo media, gazetar, analist apo çfarë do të lloj artist apo çfarë të doj, kurrësi nuk mundet që ne të lejojmë fitoren e kësaj të keqe të madhe mbi Shqipërinë. Shqipëria do të fitojë, shqiptarët do të fitojnë dhe opozita do të jetë në krye të asaj betejë dhe ne do të marrim të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur qytetarët shqiptar.